Nëpërmjet meje po, se është përhap fjala që Kush? kam shumë klikime. Kush? Emra nuk jap, No, i veç profilin, çka është? A është figurë publike? Ka VIP? futbollista, ka këngëtar, futbollistat reprezentacioneve, ka këngëtar. E përmendu që ka pas njerëz që kanë blerë prona përmes teje në Dubai pa qenë asnjëherë atje. Po çka ndodh me këto prona? Për çka i shfrytëzojnë? Çfarë lloj biznesi mund të bëjnë? Elshohen me qira apo zhvillojnë ndonjë biznes tjetër? Jo, këto të gjitha lëshohen me qira, flasim për projekte që janë ndërtime sipër, domethënë 90% shqiptarëve që blejnë projekte ndërtime sipër se ofrohet mundësia e pagesës me këste aty. Edhe ata që blejnë, unë i ekspozoj, i prezantoj projektet online, në TikTok edhe në Instagram, edhe atëherë më kontaktojnë, edhe normal që flasim telefon, flasim për shifrat, edhe aty është qëllimi që prej ditës parë, ku të mirën qilsat në dorë, mirë shumë e qira, ose mi rishit për një vlerë shumë atë larë. Ka projekte që për shembull shiten me një kull 500 banesa, edhe ato 500 banesa shiten për një orë totalisht. Tash janë deri 180 nacionalitete në Dubai që kanë investu. Edhe tash për të shitet ai projekti komplet, në atë moment që del lajmi që është si projekti totalisht, vlera për që ati momentit i hyp 20-30%, se tash vjen dikush tjetër që nuk e ka pas fatin me ramen një banesë tillë, edhe ty ti ofron 20-30% ma shumë të vlerës. Sër që është mundësia ose mi shumë e qira, masi që ti merr qelësat, ose mi rishit mas përfundimit për gati një 2 fishim të vlerës. Se ata gjithë shqiptarët që përblejnë për biznis. Po flasim për shqiptarët, po na intereson me ditë kush janë personat, më saktësisht, a ka figura publike, politikan, këngëtar, njerëz VIP që konsiderohen Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, që kanë investuar dhe kanë blenë në Dubai? Nëpërmjet meje po, se është përhap fjala që kam shumë klikime. Kush? Emra nuk jap, ajo nuk diskutohet, për edhe mos më konë fytyrë publike, na me çdo shitje e nënshkruajmë një farë kontrate që quhet NDA, edhe aty na e kemi domethënë. Profilin, çka është? A është figurë publike? Ka futbollista, ka këngëtar, futbollistat reprezentacioneve, ka këngëtar, ka fytyra kështu influencera që janë e kësaj gjana, mirë po ma thellë nuk hi. Politika halos ka prek Dubai, a? A ka prek politika, politikanët? Kjo na intereson. Nëpërmjet meje jo, tash ka zbovaki. Kjo nuk do të thonë që s'kanë vri, a? Po Dran, a ekziston edhe në a hynë në punë edhe në Dubai kjo çështja e shqiptarëve që kanë qaf pak mu shty për çmimin, a bën ma lirë? Ti si gjakovar besoj me edhe këtë çështje? Ti si gjakovar, pa tjetër që... Na i rritë fort. Jo, është një fenomen që normal gjithkush që do me ble një invest, gjithkush shtyhet. Nuk do më thonë që vetëm shqiptari shtyhet, po këto si që shtash edhe parës 180 nacionalitete kanë investu në Dubai, edhe gjithë kush shtyhet për qëmë, se ajo faktikisht ty del për gjepit. Unë për vetin nuk fitoj shumë plus minus, a ullet çmimi 5% a 10%, mirë po klienti jam fiton shumë. Që ato unë gjithmonë, unë jam ai pari që për klientin tam provoj me nxjerr një çmim shumë të mirë, se unë gjithmonë them nëse klienti fiton, fitoj edhe unë. Nëse unë fitoj, fiton edhe klienti.